Në 4 muajt e parë të vitit 2025, Shqipëria ka pritur mbi 2.4 milion shtetas të huaj. Në vlerë absolute shifra është më e lartë se një vit më parë në këtë periudhë. Megjithatë, nëse e shohim në krahasim me vitin e kaluar, rritja vlerësohet me ulët me vetëm 5% më shumë hyrje se në janar-prill të vitit 2024. Pra kemi një shifër të lartë, por me hapa më të vegjël se më parë. Scanintel ngre pikpyetjen përmes analizës së shifrave, po vinë më shumë turistë apo më pak, apo hym në një fazë tjetër të ciklit turistik. Nëse analizojmë trendin që nga viti 2019 është e qartë se turizmi shqiptar ka përjetuar një rritje të fortë pas krizës së pandemisë. Nga vetëm 585.000 hyrje në janar-prill të vitit 2020, numri është rritur çdo vit duke kaluar në 754.000 në vitin 2021, mbi 1 milion në vitin 2022 dhe duke arritur një rekord prej 2.3 milionësh në vitin 2024. Kjo do thotë se vetëm në 4 vite hyrjet janë katërfishuar. Por viti 2025 duket se ka sjellë një ritëm ndryshe, edhe pse numri absolut i turistëve është më i lartë se në vitin 2024, norma e rritjes është frenuar ndjeshëm. Pas një rritje vjetore prej 57% në vitin 2023 dhe 38% në vitin 2024, viti aktual sjell një rritje modeste prej vetëm 5%. Kjo e bën vitin 2025 me rritjen më të ulët që nga pandemia. Apo arrim një kulm të fluksit turistik? Për të kuptuar çfarë po ndodh, duhet analizojmë kontekstin. Në vitet e fundit Shqipëria ka përjetuar një kombinim faktorësh që kanë çuar në një bum turistik, çmime më të ulta në rajon, promovimi i shtuar ndërkombëtar dhe tendenca për të eksploruar dimensione të reja pas pandemisë, por duket se tregu po hyn në një fazë maturimi. Në këtë fazë rritja eksponenciale zëvendësohet me rritje graduale dhe vëmendja shkon drejt cilësisë së ofertës dhe shtrirjes së sezonit. Nëse më parë mjaftonte që Shqipëria të ishte e lirë dhe e bukur, tani vizitorët kërkojnë më shumë. Por pse ka ndodhur ky ngadalësim i rritjes? Sipas analizës së Scanintel, arsyet mund të jenë të shumta. Së pari, vetë fakti që kemi arritur një shifër kaq të lartë e bën vështirë ruajtjen e të njëjtit ritëm rritjeje. Së dyti, rritja e çmimeve në zona turistike mund të ketë ndikuar në frenimin e një pjese të vizitorëve. Dhe së treti, konkurenca me vendet fqinje si Greqia, Malizia apo Kroacia është gjithmonë më e fortë. Nga ana tjetër, përmirësimi i transportit, shtimi i fluturimeve low cost dhe promovimi ndërkombëtar vijojnë të jenë faktor pozitiv që e mbajnë interes të lartë për vendin tonë, por kjo nuk përkthehet në një rritje dyshifrore si në vitet e mëparshme. Megjithatë, themi se shifrat e këtij viti nuk tregojnë se po vinë më pak turistë, por përkundrazi kemi një tjetër rekord. Megjithatë, rritja e vrullshme po zëvendësohet në një fazë të re, më të qëndrueshme ku sfida nuk është më numri, po cilësia e përvojës turistike.